kështu që besoj Jona ne të dyja do bëjmë një bashkëbisedim për nevojat, për shqetësimet dhe për natyrën që ju e keni ndërtuar këtë podcast, i cili në fund ditës do të shteroj disa nga problematikat e shoqërisë sonë. Edhe ky është qëllimi pse u krijuar ky podcast. Duam të japim fokus shoqërisë, sidomos të rinjve, që gjithkemi më shumë po e lënë Shqipërinë dhe po largohen. E një nga këto problematika dhe një nga arsyet që ato po largohen është pasi mbarojnë arsimin, ata zgjedhin ta zhvillojnë profesionin e tyre, ndoshta dhe jo profesionin e tyre jashtë vendit. Pse Shqipëria është bërë kaq e egër për profesionistët e rinj? Kam përshtypjen që Shqipëria nuk është e bërë e egër për profesionistët e ri, por Shqipëria është bërë e pasigurt për gjithë shtresat e shoqërisë. Dhe këtu është pjesa më e dhimbshme që ne kërkojmë zgjidhje. Prandaj themi që na ka lodhur ky tranzicioni. Më kujtohet ka qenë një film shumë i bukur, Tranziti. Një film i luajtur nga Mel Gibson, i cili tregonte se si duhet shkonte në rrugtim dhe papritur shteti i tij pati një blackout dhe nuk mund të shkonte derisa të mbaronte lufta, po ndërkohë as dilte jashtë në New York, as e mbanin brenda dhe ai vuajti traumat e pasigurisë, të frikës, të urisë, derisa arriti që të përshtatet në këtë lloj situate, po përshtatja në këtë lloj situate ishte puna e asaj amebës që merr formën e enës, por nuk ka formën e saj. Ne tashmë jemi në një pozicion që nuk duhet jemi ameb pa formë. Duhet kemi një formatim që lidhet me rolet e shoqërisë edhe rolin e familjes. Po shikojmë që roli i familjes sa vete dhe zhbëhet. Po shikojmë që fëmijët nuk dinë këtë zgjedhin si modelin e prindërve të tyre apo modelin e të fortëve apo të atyre që pasurojnë shpejt. Po shikojmë që nuk arrim dot të konsumojmë me fëmijët biseda dhe shpeshherë bisedat tona me fëmijët na ngelen si puna e një ushqimit që t'i ha shpejt si fast food dhe të bie rënd në stomak dhe pastaj prindërit ju tregojnë me gisht fëmijëve që ti je i gabuar, ndërkohë që fëmia thot po unë nuk kam gabim, u mbet vetbesimi dhe kur u mbet vetbesimi, u mbet vetvlerësimi. Fillojnë shfaqen ato që quhen problematika të shëndetit mendor dhe pastaj sjelljet janë aq agresive saqë është krijuar kjo gjenerata Z, ku meshkujt e ditur nuk janë cool, pra nuk janë të pranuar të pëlqyeshmit, janë meshkujt më pak të ditur të pëlqyeshmit, ata që janë më ekstravagant, ku marka e një robe përbën statusin kur në fakt nuk është ai statusi, kur gjenerata dua të mohojnë origjinën e tyre, që këtu fillon frika e parë e njeriut, dhe ku njerëzit shfaqen dhe i kanë vënë çmimin vetens kaq milion vlej, ku ndërkohë nuk vlen as 10 qendarka apo 10 cent. Pra, midis realitetit të shfaqjes artificiale, midis markës fake ose falso, midis sjelljes falso, midis marrjes së ushqimit të fast foodit, midis mos ushqyerjes së shpirtit, të gjitha këto e kthen njeriu nga një qenie frymore në një qenie kauçuku dhe duket jo më si lule natyrale, po si lule artificiale, se dhe emocioni kthehet në interes, edhe pasioni kthehet në gryksi dhe raportet njerëzore nuk kanë më raporte njerëzore, po është paraja mekanizmi që drejton gjithçka. Kjo është frika dhe prandaj kur të rinj shkojnë përballen me studimet jashtë dhe me realitetet jashtë e kuptojnë dhe psojnë një ndryshim shumë të madh në atë që quhet formimi psikikës së tyre dhe kuptojnë që deri tani kanë bërë një jetë midis realitetit dhe irreales, kanë imituar, por nuk janë realizuar dhe nuk janë markë origjinale. Pra të mos kesh markë origjinale si identitet, ndonë se vjen nga prindër të cilët të kanë bërë me bekim, me dëshirë, apo varet se si ke ardhur në këtë jetë, shumë e rëndësishme është që këtë mekanizëm të jetës tënde, pra këtë pasuri që je ti, që të kanë dhuruar prindrit, se prindrit ne nuk i zgjedhim as shtetit, as ngjyrën, as llojin, ti duhet ta mirë menaxhosh, po puna është a janë të motivuar? Motivimi është vlera që lë për dëshiruar dhe që krijon probleme shumë të mëdha në mënyrën se cili është mentori i tij që do t'i udhërfej për të vazhduar jetën. Ndaj ata zgjedhin të përballen me botën e jashtme. Jo të gjithë e përballojnë, ka një pjesë që psojnë një krisje të jashtëzakonshme dhe mund të shfaqen dhe probleme mentale të forta.
kemi pasur dhe raste të goditjeve shumë të forta dhe prindërit më pas janë penduar që i kanë çuar, ka nga ata që janë të gatshëm dhe duan ta pranojnë këtë gjë, ka nga ata që sfidojnë dhe thonë jo ne do rim këtu edhe do punojmë dhe do vazhdojmë një formim dhe më pas do të provojmë veten se si do shkojmë. Të gjitha opsionet janë shumë të mira. Puna është që guri rënd thot populli në vend vet. Gjithsesi unë asesi nuk jam që të mos ta lejosh fëmijën të provojë një eksperiencë. Eksperienca është shumë e nevojshme dhe nuk jam për ta parë në tendencën që po na ikin. Jam për ta parë me tendencën nëse ikin, çfarë duhet bëjmë që t'i sjellim që ata të vinë para. Dhe e dyta jam për ta parë me qasjen që duhet të fillojmë të ndërtojmë mekanizmin pse ikin. Të analizojmë situatën dhe të kuptojmë që nuk është shkolla vetëm, po janë sigurit dhe jeta sociale që pothuajse është një jetë jo reale, pra është një shfrenim emocioni, po pa ngelur gjë brenda. Është si puna e një darke ku ti harbon, gëzon, pine të gjitha llojet e pijeve dhe të nesërmen ti ke dhimbje koke, nuk je i zoti, dhe ti e ke kuptuar që nuk ke çliruar atë që quhet energjia negative, pra ka humbur ajo që dikur bënim daljet në përpyje me prindrit apo me të afërmit apo edhe me miqt, ato që quheshin piknikun që e merr me bukë me vete, kemi haruar që të gatuajmë në shtëpi dhe ta marrim bukën nga shtëpia, e cila është shumë e shëndetshme, por ndërkohë të lidhet edhe me familjen. Dhe më kujtohet një herë një nga librat që më ka pëlqyer shumë pafund ka qenë i Leo Buscalias, dhe titullohet Autobusi për në Paranjs, ja u rekomandoj ta blejnë dhe ta lexojnë, sidomos prindrit, kur tregonte raportet, kur Leo që ka qenë një nga pedagogët e vetëm në Los Angeles në Universitetin e Los Angeles që bënte leksione për dashurinë dhe kishte pikërisht një kurikul për dashurinë, thoshte kur unë shkuava në Amerikë, se origjina e tij ishte italiane, neve ishim emigrantë dhe na shikonin ashtu siç hera herë si paragjykojnë shqiptarët, shikonin italianët si mafiozë në atë kohë. Dhe natyrisht nuk ishte e thjeshta, ishte shumë e vështirë dhe më kujtohet tha gjëja më mrekullueshme, se kështu ishte edhe një nën titull i kapitullit Supa e nënës. Gjëja më e mrekullueshme ishte supa e darkës ose ajo minestrone që thos italiani, që bënte nëna, e cila unë ndërkohë thoshte shkoja në shkollë, baba ishte makinist, punonte, nëna qepte dhe pastronte dhe në darkë supa e ngrohtë na mblidhte rreth tavolinës dhe ne duke ngrënë supën, duke bërë dikush me një fokaçe, dikush me diçka tjetër, rrëfenim në një mënyrë, pra bënim një terapi në grup duke treguar çka kishim ta kaluar gjatë ditës. Dhe askush nuk ishte që thoshte sa ki që ke bërë, ose pse se bëre këtë gjë, ose siç ndodh me prindërit që pse more këtë notë, ç'është kjo që ke bërë? Por shikonin shqetësimet që unë kisha tha, ose shqetësimet e babait që të na tregonte, dhe dal nga dal ne kuptonim që ky raport ishte raporti komunikimit me dashuri nëpërmjet pjatës së supës, avujve të pjatës supës, për të kuptuar që rrënjët e tua janë prikërisht ke pjesa më e rëndësishme që quhet familja. Gjë që ne pothuajse kemi haruar, marrim ushqimin e fast foodit dhe ndërkohë harojmë që ndoshta ajo trana e gjyshes na krijon atë traditën e bukur apo ato petullat për të ndonjë pranë njëri tjetër dhe për të dëgjuar fëmijët për shqetësimet e botës së brendshme, jo për faktin që kemi vënë përpara një detyre që duhet marrësh këto rezultate sepse unë kënaq e gon time.